është Besnik me këtë gjitha së fundi? Jo, ne kam një pikpamje ndryshe prej kësaj. Unë menoj që dy gjërat pa kuptim ta i po në sot. Mesazhi për depërshkallëzim, për mendimin tem, është i pa kuptim, me që në veri të Kosovës, si që dim, kur nuk ka qenë situata më e qetë sot tash, edhe pikrisht për shkak të veprimeve që janë ndërmarrë, edhe për shkak të heqjes qafe të disa njerëzve problematik që e kanë bërë gjitha xhurullti edhe kur kanë dasht, kanë vendos ato barikada edhe kur kanë dasht, kanë bërë mobilizim të serbëve për të thy, për të pengu, ndoshta edhe për të përgjigje edhe me armë. Kështu që ky mesazhi për depërshkallëzim nuk e di kujt ju dha edhe çfarë konkretisht nënkupton. Nëse pa kujtes keme dhe na i dim takimin Lajçak Bislimi në lidhje me depërshkallëzimin. Bashkimi aty janë marrë vesh me u ndërmarrë disa veprime që nënkuptojnë depërshkallëzimin, edhe që sapo ato të zbatohen me nisë me u heq masat ndaj Kosovës. Siç e dim, veprimet janë ndërmarrë, policia nuk është te zyrat komunale. Siç e dim, Kosova ka organizuar atë peticion dhe më pas edhe zgjedhjet lokale për kryetar dhe tash i kemi edhe dytat, pra edhe ky kusht u përmbush dhe edhe prezenca e policisë është reduktu. Pra të trija kushtet janë përmbush. Madje edhe shefi diplomacisë SBE-s e ka konstatu se ai depërshkallëzim ka ndodhur edhe ka bërë thirrje që të heqen masat. Fundja zyrtarisht ka nisë disa me u heq masat. Kështu që është në këtë kuptim e pa kuptimt kjo kërkesë në mesin e tri tjerave që i bani. E dyta e pa kuptimt për mu është vendi në cilin është realizu takimi me Zotin Kurti. Në çfarë cilësie ka taku Kurtin? Nëse ka taku në cilësinë e kryeministit në detyrë e ka zyrë në ndërtesë qeverisë. Çfarë mesazhi ti po jep me këto hajdin kuvend? Nëse e ke taku në cilësinë e deputetit, pse e ke përzgjedh Kurtin? Kur ka edhe 119 deputet tjerë. Nëse e ka taku në cilësinë e kryetarit partisë më të madhe në vend, atëherë shkon zyrat vetëvendosjes. Unë se kuptoj pse në kuvend. Kuvend ka mujt me taku veç Bashën, kërkën tjetër. Prandaj për mendimin tem, absolutisht objektin e jo subjektin. A mund të lidh pikërisht me ka Besnik? Po, pa problem. Është pikërisht kjo që e thash që politika ndërkombëtare ka dashur zonja von der Leyen me tregu që është hierarkie jo demokraci. Kjo është demonstrim i pozicionit në raport me Kosovën, raport me kryeministrin në detyrë. Kjo është mesazhi që vjen. Tash hierarkia, nëse ka ndodhur veç sa herë në formatin e tillë takimit, nuk e besoj që kjo hierarki është përdorur edhe më përpara. Jo, është veç një çështje. Na i dim që çështja e qeverisë në detyrë është e përcjell Kosovën diskutimi që kohë gjatë. Mirë po, deri sot nuk kemi ardhur asnjëherë te definimi i asaj, na e kemi ligjin. Mirë po, e dim që qeveria ka ndërmarrë veprime dhe kanë nxjerrë vendime që të i kalojnë ato që ligji për qeverinë janë një si të drejtë qeverisë në detyrë. Zonja von der Leyen ka dashur me dhënë jo veç mesazhin që ky është një kryeministër në detyrë, po të e njoftë realitetin që pas konferencave secili del edhe thot çka bën, pas takimeve, më falni, ajo ka dashur me tregu që aty ku unë përcaktoj që takohemi, është fola ajo unë që po e them. Vështeja është që qëndrimi i BE-s është i mëhershëm edhe lidhet me një vendim të Supremës që e ka marrë në raport me një vendim që një ministër dhe është kontestuar. Depërshkallëzimi se pyeta edhe profesor Dugolli, a është e mundur që ka të bëjë pikërisht me përpjekjet e fundit të subjektit më të madh politik që të mos e certifikojë listën serbe dhe komunikimi një farë forme i ngrirë. Çështja e certifikimit është kry. Po, pastaj edhe mos votimi i një kandidati të listës serbe për në kryetar. Rasti i listës serbe tregon që Kosova është një shtet në cilin
edhe pushtetet janë dome, edhe funksionon pra ligje dhe njerëz kanë drejt edhe mujnë me i realizu të drejtat e tyne edhe ligjore dhe kushtetuse. Nëse subjekti më i madh politik ka bo përpjekje me ja mohu një subjekti caktuar politik të drejtën e certifikimit, atëherë ka mekanizma tjerë siç është PZP-ja, siç është gjykata supreme, madje edhe në gjykatë kushtetuese kish pas mundësi me u dërgu, po s'ka shku puna aty, kështu që përpjekja është korrektu, ose tentativa për me bo një shkelje është korrektu qysh në shkallën, që me thot para dytë, cila mund tjetë tani PZAP-i. Kështu që nuk ka breng, s'do të me pas breng bëja për këtë, me që nuk është një vepër e kryme, në rasin ma të mirë, ose ma të thjesht këshim me thonë në tentativë. Na imi është fajtojnë kurti në këtë rast, se është kjo komunikim me... Pse në Serbi na nuk dëgjum kurgjë për Radojqiqin. Pse në Serbi nuk dëgjum kurgjë për Radojqiqin. Për njerin që i ka shkaktu krejt problemet, ose ka qenë në balë të atyne bondave, atyne strukturave që i kanë shkaktu krejt problemet në Kosovë. Pra, nuk patë spaku një mesazh qoftë për të marrë drejtësia me të, qoftë për të ta mos amnistu qysh realisht Serbia po vepron, se formalisht ka nis do procese timi, por e vërteta është që nuk po shohim kurfar mose. Sa i takon dy çështjeve tjera porosive që lidhet me planin e rritjes, Kosova e ka për detyrë edhe duhet shpejt me konstituimin e kuvendit, deputet janë mvesh me drejtat e tyne që javë listo kushtetuta, dhe kjo i bie që qysh nesër mundeshti me e qitë me ratifiku marrëveshjen me Bashkimin Evropian, me sa di procedurat veç se janë kry ka qeveria, kështu që problem mund të jetë vetëm çështja e adresimit prej institucionit, tash nuk e di saktësisht qysh do të referohet kjo. Po institucioni që ratifikon është kuvendi. Vetëm kush e procedon aty. Mirë tani me që po pajtoni gjithë që është urgjente që të kemi institucionet e reja, të kemi qeverinë e re, shihni mundësi për një qeveri Kurti 3 bazuar në konsenzus politik tash për tash, apo do të shkojmë në zgjedhje shumë shpejt? Po shpesh dëgjoja në për studio dhe analiza ndryshme bëhet gabime që tentohen ta vendosin fajin e përgjegjësisë vetëm të një njeri, siç është zoti Albin Kurti ose të partia e tij. Ata e kanë thënë shumë mirë pas përfundimit procesit zgjedhor, edhe zoti Kurti, po edhe zoti Konjufca, po edhe të tjerët, që ju nevojitet një koalicion për të qeverisë vendin. Kanë dërgu shkresa, kanë bërë takime zyrtare, jo zyrtare,